Ish banori Joz Marko ka reaguar pas videos virale ku shfaqet duke përqafuar me reperin stresi, duke zbuluar se prap aktive primi nuk fshihej një miqësi e thjesht. Gjatë kohës në shtëpinë më të famshme Jozi përball me shumë kritika dhe ofendime, veçanërisht për përplasjet e tij me banorë të tjerë, si Gjesti, ndërkohë që stresi ishte një nga ata që kritikoi ashpër sjelljen e tij. Pas daljes nga shtëpia, Jozi tronditi rrjetin me një video ku i kërkonte stresit ta puthe, duke lënë të kuptojë se marrëdhënia mes tyre ishte ndryshe. I pyetet në një emision, Jozi mohoi që video të kishte të bënte me një miqësi, duke theksuar se kishte një lidhje tjetër. Ai e quajti stresin një djalë i mirë, por tha se gabimet që kishin ndodhur gjatë kohës së tij brenda shtëpisë duhej të sqaroheshin. Djali është artist, është djali i mirë, i shtëpisë së mirë. Patjetër si çdo njeri gabon, por nuk është mirë me gabu me mua. Nëse gabon me mua do të marrësh hakun tënd, si për mirë si për keq. Nuk është kjo vetëm për keq. Unë asnjëherë duke nisur që nga vetja ime nuk kam për qëllim të arrij diçka duke hedhur balt mbi imazhin tënd. Unë jam një njeri që nuk i harroj gjërat, qofshin të mira apo të këqija. Nuk kemi takuar për bashkëpunim. Këta pseudo-artistë që kanë marrë guxime me qitat e imazhin e vet, herët avon, me ato dënime do të përballet. Do të ketë një farë sqarimi. Deklaroi Jozi duke i vënë kapak bashkëpunimeve artistike me stresin dhe duke theksuar se ai ka pasur qëllim vënien në vend të drejtësisë për ato që ndodhen në të kaluarën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.